Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar demokrat, ka reaguar ndaj SPAK-ut lidhur me pretendimin se i ka dërguar njoftimin Sali Berishës për t'u paraqitur në prokurorinë speciale në dy adresa, banesën e ish-kryeministrit dhe në zyrat e Kuvendit të Shqipërisë. Sipas SPAK-ut, Berisha është thirrur për dosjen e 21 janarit me cilësinë e personit që ka dieni për ngjarjen. Por Bardhi shpreh se prokuroria e posaçme nuk ka dërguar asnjë njoftim drejtuar grupit parlamentar të PD-s dhe përpasoj stafi politik i grupit nuk ka patur çfarë të refuzojë. Madje kreu i grupit parlamentar demokrat ka publikuar edhe një foto nga kutit postare me emrat e deputetëve si për të provuar se nuk ka asnjë zarf apo njoftim të mbërritur në to. Referimi nga SPAK i një gënjeshtre të thënë nga Kuvendi meriton vetëm përbuzje. Vetë SPAK ishte në dieni të faktit se nuk ka dërguar ndonjë njoftim drejtuar grupit tonë parlamentar dhe përpasoj nuk mund të keq informoj median mbi fakte të shtrembruara për interesa politike nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Po ashtu prokuroria e posaçme apo vetë Kuvendi është në dieni të rolit dhe përgjegjësive të një grupi parlamentar dhe stafeve të tyre politike, ku ofrimi i shërbimeve postare nuk hyn në fushën tonë të përgjegjësisë. Rezulton e provuar se në kutit postare të asnjë deputeti të grupit tonë parlamentar që ndodhen brenda ambienteve të Kuvendit nuk ka të depozituar asnjë njoftim të dërguar nga SPAK nga ana e administratës së Kuvendit të Shqipërisë. Sa më lart shprehim keqardhje për keqpërdorimin politik të prokurorisë së posaçme për propagandë të inskenuar nga mazhoranca socialiste në Kuvend, shpreh Bardhi në reagimin e tij. Sipas SPAK-ut, fletëthirja e parë ka shkuar në banesë më datë 3 nëntor, por rojet e pallatit ishin autorizuar për të mos marrë asnjë zarf dhe e kanë kthyer mbrapsht, ndërsa herën e dytë fletëthirjet kanë shkuar në Kuvend, banesë dhe në selinë e PD-s, të cilat janë refuzuar edhe këtë herë.